Përshëndetje shenja ujorit, kjo është panorama e interpretimit javor. Kjo javë për ju nis me kartën 10 shkopinjt. Një energji që tregon se mund të ndiheni të mbingarkuar nga përgjegjësitë, detyrimet ose pesha emocionale që keni mbajtur prej kohësh. Mund të keni marrë mbi supe më shumë peshë se ç'duhet, duke u përpjekur të zgjidhni gjithçka vetë dhe vetëm. Kjo kartë ju kujton se nuk është dobësi të kërkoni ndihmë ose të hiqni dorë nga ajo që ndoshta nuk ju takon më ta mbani. Më pas shfaqen 7 monedhat dhe kalorësi shkopinjve. Një kombinim që flet për durimin dhe veprimin. Ndoshta keni investuar ose ndoshta mund të investoni kohë, energji ose ndjenja në një situatë dhe tani ndoshta mund të pyesni veten nëse ja ka vlerëtur ose nëse ja vlen. Kalorësi i shkopinjve sjell një shtysë të fortë për të vepruar, për të mos qëndruar më në pritje. Megjithatë, kartat ju këshillojnë të mos ngatroni vendosmërinë me nxitimin. Është koha të ecni përpara, por pa harruar mësimet që ju ka dhënë pritja. Në zemër të shtrirjes së kartave ndodhen drejtësia dhe kulla. Një kombinim shumë i fuqishëm që flet për të vërteta që nuk mund të shmangen më. Diçka mund të ndryshoj papritur, ose një situatë mund të tronditet, por kjo nuk ndodh për t'ju ndëshkuar. Përkundrazi, është një proces që vendos gjërat në vendin e vet. Çdo padrejtësi, çdo iluzion ose çdo strukturë që nuk ka qenë e qëndrueshme mund të shembet në mënyrë që të ndërtohet diçka më e shëndetshme. Pra, mund të jenë edhe pasojat e veprimeve që bëhen më të dukshme dhe secili përballet me atë që ka mbjell. Për disa nga ju, mund të jetë një vendim ligjor, profesional ose personal që sjell një ndryshim të madh. Nëse bëhet fjalë për ndonjë vendim ligjor, duket se pas zhvillimeve të forta çështja fillon të ecë përpara ose merr një drejtim vendimtar. Megjithatë, unë do të thoja se kartat në vetvete nuk tregojnë nëse rezultati është domosdoshmërisht fitore apo humbje. Ato tregojnë se do të ketë një zhvillim të rëndësishëm që ndryshon rrjedhën e situatës dhe se rruga drejt përparimit kalon përmes një ndryshimi të fortë. Edhe nëse ndryshimi duket i fortë, ai ka potencialin të jetë çlirues. Në marrëdhënie, çfarë mund të tregojnë këto dy karta? Mund të tregojnë një sqarim që ndryshon gjithçka. Fundin e një dinamike të padrejtë, një ndarje ose pajtim pas një të vërtete të rëndësishme. Pra, mund të ketë një të vërtet ose një ngjarje të papritur që mund të ndryshojë rrënjësisht një marrëdhënie, duke ju detyruar të merrni një vendim dhe të ecni në një drejtim të ri. Më pas kemi kartën e budallait dhe dy shpatat. Duke treguar se një fillim i ri është shumë pranë, por përpara tij duhet të merrni një vendim. Mund të ndiheni të ndarë mes dy rrugëve ose të hezitoni të hidhni hapin e parë. Budallai ju thot të besoni te rruga e re, ndërsa dy shpatat ju kujton se hezitimi i zgjatur mund t'ju mbajë në vend numëro. Ndonjëherë vendimi më i vështirë është pikërisht ai që ju çliron. Në fund të tufës ndodhet karroca. Një kartë që tregon drejtim, tregon fitore dhe përparim. Pavarësisht sfidave të javës, energjia përfundimtare është ajo e ecjes përpara.
Karroca ju tregon se kur merrni kontrollin mbi zgjedhjet tuaja dhe nuk lejoni që pengesat t'ju ndalin, mund të arrini atje ku dëshironi. Karroca është karta e lëvizjes, është karta e suksesit dhe vendosmërisë. Sfida e javës për ju është karta gërmuesari, ose e thënë shkurt, kjo kartë flet për interesagjint. Kjo sfidë ju thot të tregoni kujdes ndaj marrëdhënieve ose situatave ku interesi material mund të jetë më i fortë se sinqeriteti. Pra, në një kuptim më të gjerë, kjo kartë ndoshta edhe ju pyet juve vetë, çfarë po ndiqni vërtet? Apo investoni energjinë tuaj në atë që ka vlerë afatgjatë, apo në diçka që thjesht duket tërheqëse vetëm në sipërfaqe? Bekimi i javës për ju është shenjë zjarri. Bekimi juaj mund të vijë përmes një personi me energjinë e shenjës së dashit, luanit ose shigjetarit, ose përmes cilësive që përfaqëson elementi i zjarrit, që janë guximi, iniciativa, pasioni dhe besimi në vetvete. Kjo energji e zjarrit mund t'ju jap shtysën që ju nevojitet për të dalë nga ngërçi dhe për të ecur përpara. Në Prism Oracle kemi kartën uri. Kjo kartë nuk flet vetëm për dëshirat materiale. Kjo kartë përfaqëson etjen për ndryshim, etjen për rritje dhe përmbushje. Mund të ndjeni një dëshirë të fortë për më shumë nga jeta, për një mundësi të re, për një dashuri, për sukses ose liri. Kjo uri nuk është dobësi, është motori që ju shtyn të mos pajtoheni me më pak nga sa meritoni. Në tërësi, kjo është një javë e çlirimit, edhe pse mund të ketë ndryshime të papritura ose vendime të vështira. Karroca në fund të tufës është një premtim se nëse keni guximin të lini pas atë që nuk ju shërben më dhe të ecni përpara me vendosmëri, java mund të mbyllet me ndjenjën se më në fund keni rifituar kontrollin mbi jetën dhe drejtimin tuaj. Paç.